Vazhdojnë të flasim për një rast të veçantë, një person i moshuar i moshës 61 vjeçare nga Gostivari, dje mrekullisht ka arritur t'i shpëton vdekjes të sigurt. Në gjendje të dehur, ai kishte rënë në ujërat e lumit Vardar dhe fal guximit të një 53 vjeçari i cili ka arritur ta nxjerrë nga aty, 61 vjeçari ka shpëtuar vdekjes së sigurt. Një 61 vjeçar nga Gostivari mrekullisht ka arritur t'i shpëton vdekjes së sigurt. Në gjendje të dehur, ai kishte rënë në ujërat e lumit Vardar dhe fal guximit të një 53 vjeçarit i cili ka arritur ta nxjerrë nga aty, ai ka shpëtuar vdekjes së sigurt. Nga njësia e urgjencës në spitalin e Gostivarit njoftuan se pacienti ishte pranuar në gjendje stabile shëndetësore, edhe pse kishte qenë dukshëm në ndikimin e alkoolit dhe i raskapitur nga tentimi për të shpëtuar. Pasi është dhënë ndihma e parë mjekësore, 61 vjeçari është lëshuar për kurim të mëtej shtëpiak. Edhe nga policia e Gostivarit konfirmuan rastin duke shtuar se bëhet fjalë për 61 vjeçarin me iniciale IK banori Gostivarit. Në afërsi të fshatit Turçan të vogël, një kalimtar i rastit, personi me iniciale ME 53 vjeç, e ka vërejtur 61 vjeçarin duke u munduar të shpëtojë nga ujërat e lumit Vardar. Në moment, ai ka reaguar duke e larguar atë nga ujërat e lumit dhe duke e bërë të mundur shpëtimin e tij nga vdekja e sigurt, njoftuan nga policia e Gostivarit. Më pas, 53 vjeçari ka thirrë ndihmën e shpejtë dhe menjëherë personi në fjalë është dërguar në njësinë e urgjencës në spitalin e Gostivarit. 61 vjeçari në gjendje të dehur ka qenë duke lëvizur përreth lumit Vardar dhe si pasojë e pavedijes ka rënë në ujërat e lumit Vardar. Ky nuk është rasti i vetëm që ndodh në qytetin e Gostivarit. Në disa raste dhe rrethanave të ndryshme, fal intervenimit të personave të guximshëm dhe human, shumë persona janë shpëtuar nga vdekja. Në prill të vitit 2013, një nxënëse e shkollës fillore Mustafa Kemal Atatürk nga pakujdesia kishte rënë në ujërat e lumit Vardar. Një kalimtar i rastit u hodh në lum për ta shpëtuar voglushen që përballej me vdekjen. Edhe në maj të vitit 2010, një djalosh 7 vjeçar nga Gostivari i shpëtoi vdekjes së sigurt, fal guximit dhe humanitetit të treguar nga një 30 vjeçar nga Gostivari i cili arriti ta tërheqë voglushin nga ujërat e lumit Vardar.